Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë në emisionin Top Fare. Është e hëna e fundit e vitit. O Juli, si ndihesh që është hëna e fundit e vitit? Si fund vitit, xhepat bosh. Bosh, pa pse bosh. Si fund 15 ditë. Fund 15 ditë, o Juli, çike këto barzaleta që na tregon tani. Juli, më thuaj. Si ke marrëdhënie me ushqimin ti? Of mo. Me mishin e me. O vëzi pa e presa xhelin, sallatën rusë. Ftohesh në një çik, ftohesh? Po tani po 12 kur edhe fishek zjarret. Ore ftohesh, jo të ftoj njerëzit, ftohesh. Açu! Po pra, në 12 kur edhe fishek zjarret, thash dal jashtë dhe ftohem. Ah, okay. Po këtë Hipokratin e di çfarë është? Po. E ke dëgjuar në një? Po më thuaj këta mjekët aty, thonë Hipokrati. Hajde të vëj një siklet, më thuaj në një gjë Hipokrati për shkak. Çfarë thot Hipokrati? Le të jetë ushqimi ilaçi yt dhe ilaçi yt të jetë ushqimi yt. Shikore, di ka ky. Përgati. I paske për detyrat e shtëpisë, ore. Se do thoni ju, ç'pun kemi ne me Hipokratin, ç'duan këta? A pra ç'a duam ne Julo? Ne jo, por e ftuara po. E para se ka emisionin me titullin e Hipokratit dhe e dyta ushqim mormik, ushqim se viti i ri, fund viti, vetëm do ham, po jo do ham, po do dyndemi. Këtu në studio me ne Ermira Causholli, mirë mëngjesi, mirë se ke ardhur. E ka pe pravi. Mirë Ermira, mirë se ke ardhur. Të falenderojmë shumë që pranove ftesën tënde, të kalohesh një mbrëmje këtu në Top Fare. Po ftesa ishte e juaja, unë e pranova, po. Tani, e parë punës. Si ishte dita sot? Tap topi apo Top Fare? Jo vetëm sot, po zakonisht dita ime është Top Fare. Top Fare, bukur, na pëlqen. Fillon me fëmijët, që kur janë në shkollë kanë ato të vetat, kur nuk janë në shkollë kanë përsëri më shumë kërkesa dhe më shumë teka se sa kur nuk janë. Kështu që vazhdon normalisht një rutinë lumturisht e lodhshme. Mira, për të dalë borxhi që në fillim, a ka ndonjë pyetje që nuk do që të ta bëjmë sot? Duke qenë gazetare, nuk më lejohet që unë të them më bëj këtë pyetje ose më bëj këtë tjetrën. Më bëni çfarë pyetje të doni dhe ndjehem e privilegjuar të jem në studion tuaj duke u intervistuar nga dy artistë me një zë shumë të bukur, radiofonik, me një humor shumë të holl dhe me një profesionalizëm që premton. Të falenderojmë shumë që na bëri të skuqje. Hajde bëj pyetje tani. Po do ta bëj. Je gati që ta ulësh qepenin këtë vit, pra qepenin e 2025, apo të ka ngelur diçka që ende nuk e ke realizuar dhe këto 2 ditë të mbetura? Do ta tepronim nëse do thoshim që i kemi realizuar të gjitha ato që synuam vitin që po lëm pas. Duke kërkuar shumë, duke synuar shumë, ndonjëherë edhe e lodhim veten me perfeksionizëm, me të qenit gjithmonë mirë. Po drejtë e mori, ndonjëherë edhe mund të mos jemi dhe aq mirë, dhe mund të mos jemi dhe aq të bukur, dhe mund të mos jemi dhe aq në formë, jemi top fare. Edhe nëse ka ndonjë gjë të vogël që ne nuk arrim ta realizojmë, ka ndonjë ditë e cila ka kaluar e mërzitshme, ka ndonjë ditë që ka kaluar pa realizimet dhe pa i thënë vetes po ja dole, po jo mos e do ja dalim gjithmonë. Gjithsecili ka kohën e vet për t'ja dalë, për t'u kënaqur, për të reflektuar, për të gabuar, për të mësuar nga gabimet e për gjithçka tjetër. Qepenin do ja ulim, do ja ulim. Ne do ulim. Edhe kur hapet prap dyqani apo me datë 5 besoj. Hapet që në datën 1 do thoja. Fare pushim. Do hapet që në datën 1 me atë rutinën e shtëpisë të fëmijëve, duke riplanifikuar në një udhtim të cilin nuk do e bëjmë në datën 2 ose 3 për shkak të një pasaporte të një fëmie që gjithmonë skadon ose është afër skadencës. Edhe këto pasaportat fund viti e gjetë, sigurisht e rrogë dhe. Po, kjo është hall i madh, se Ermira është duke thënë me një lloj buzëqeshje, po duket halli në sy të saj të shkreqë, prish planet ajo pasaporta. Përveç kësaj është një gjë që e marrim me sportivitet, se nuk është hera e parë që na ndodh. Jemi mësuar. Ermira, i ke bërë gati këto sallatrat, përsheshërat, gjelërat, apo shumë njerëz edhe po përton thu, ha se pa shty dhe i di. Shiko ç'a ndodh. Unë jam e fiksuar, duke qenë edhe intolerante ndaj ushqimeve që rin 24 orë. Mua më duhet të gatuaj në datën 31. Pra ditë kur do konsumohen ushqimet. Mundësisht mbas dite. Të ndihmon fakti që ke vajza?
Më ndihmon fakti që kam vajza, më ndihmon dhe fakti që do jemi rreth 14 veta në shtëpinë time. Ju që keni për fejes? Për Që keni për viterin? Po, 7 jemi vetëm ne. Unë me fëmijët, goca e madhe me të fejuarin. Okej. Edhe vjen mami, babi, vllai, nusja e vllait, çunat e ti, kështu që ne bëhemi vetëm unë dhe vllai, prindrit. Ti gatuan për gjithë këta? Jo, nuk gatuaj vetëm unë. Okay, Jam unë, është edhe nusja e Gatuan edhe vllait. dhëndri. Që është dhëndri ftohet të haj. Priti herë, dhëndri, avash herë. Ja keni bërë atë gjën me kafe që i keni hedh krip dhëndrit apo akoma? Jo, se ndoshta janë të vjetruara pak këto zakone. Okay. Bëjmë të tjera. Okay, tjera gjëra që i shpikim vet. Okej, bukur shumë. Është shumë qejf të shpikës zakone vet. Se i bën siç do, sipas Terezis tënde. Ke ndonjë zakon që do ta ndash me ne në një diçka që edhe mund ta thuash, nga këto që kemi shpikur vet për shembull? Unë shpik zakone çdo vit. Okej. Të cilat nëse skujtohen vitin Tjetër? që jemi, Po. shpiken të tjera. Okej. Na punon truri mirë, po një zakon i bukur është për shembull atë ditën e festës, për shembull në mëngjesin e datës 31, që edhe Po. shtëpia të marrë një aromë të mirë, aromë feste. Edhe stomaku të jetë pak gati për të përballuar sasira Po. ushqimesh të tepruara. I ve flakët. Jo. Jo, po, Juli, ti çeke për emision tjetër, emision zjarr Shiko, fiksi. mund t'i vësh flakën në një gjethe dafine. Sa për arom. Por nuk është kjo ajo që unë do bëj këtë vite dhe vitet e ardhshëm. Po. Është një çaj i bërë me copa portokalli, Po. copa molle, pak rozmarin, Po. kanell, limon E bëre çaj 7000 lekë, kush ta pikë dhe çaj? karafil. Okej. Zjem pak, në momentin që zjen shpërndan një aromë shumë të mirë në gjithë shtëpinë, mbushet nga një gotë e vogël qelçi, Po. pihet ajo përpara dhe je gati për të Duket- përballuar sasinë e Duket e me ushqimit. që bëni kështu emision me ushqimin, me shkencën, Me shëndetin. me shëndetin. Ermira, ti e di vet kur vinë reklamat, ne duhet i themi I hapim derën. Duhet i hapim derën. Janë të rëndësishme Pa këshillat e tjetër. biznesit. Normal. Publicitet. Bravo, më mirë se sa ti sa thoshte njëri tjetër. Ikim. Baklavaja fap. Vin këto reklamat që na heqin këtë shijen e baklavas nga goja, por jo nga mendja. Si është Ermira çau sholli në darkën e vitit të ri? Moderatorja korrekte apo zonja e shtëpisë që vrap këtej, vrap andej, ku të kapi pjata e të kapi piruja e thika? Kur jam në shtëpinë time, jam kjo e dyta. Vrap këtej, vrap andej. Kur jam në shtëpinë e botës, bëj moderator. E di qa ishte e bukura sot Juli teksa po shkruaja me Ermirën. I shkruaj për reminder, për rikujtesë, se ke parasysh si është puna që Harron ndonjëherë, po sidomos në këtë periudhë festash. Edhe i them unë Ermira, hey, reminder për sot në orën 7 PM në Top Albania Radio. Po pi yllo thot, pa merak. Edhe unë që e kapa stili se po oja me in është janë afër. Të bëft mirë i them unë se bëj shaka shihemi pastaj tekst. Doja të thoja po. Ha. Sa kam qesh. Unë nuk pi kur thot, vetëm nis të fytyra me lot. Kemi qesh aty thash, mendova se A po pi pite. ardit? Pi apo jo? Se bashkëshorti Ermirës është këtu. E kemi këtu pas duket nga kamera, është vllai i madh ai që shef çdo gjë. Ishte shumë e bukur se duke shkruar me shpejtësi. Po. Doli po pi. Po pi yllo. Tani, okay, jemi koleg, po jo në atë afërsinë që Po. ai të çon kujtesë për programin, ti të thosh un jam tu pi tani Lale edhe Në fakt ai më morin telefon mua. Vlla tham duket Ermira s'vje fare sot, Po, ajo na është vjen tupi, prap. kush e di si e merr tavolina. Ku i dihet, po do ishte shumë e këndshme edhe të kisha ardhur. Nisë për të stadiumi për futboll kashar prap. Po jo, se e dinte që do vinte këtu. Kur ishim në reklama ishim duke folur për një temë shumë interesante, televizioni. Që nga 99-ta që ti merresh me radio dhe televizion. Jemi 2020, po e zëm 2026 tani. Po, me gazetari kam filluar të merrem që në vitin 95 te Gazeta Koha Jon, kur kam qenë studente. Me radion kam filluar në 97-ën, Periudhë lufte. në një radio private që sapo ishte hapur në atë kohë. Dhe aty bëja dhe jepja lajmet, Po. ndërkohë filloi në Radio Tirana në vitin
në fund të 97-s, fillim 98-s. Dhe vijoj aty edhe aty një vit derisa pastaj kaloj me një nga rubrikat e programit që kisha në radio e kaloj në televizion. Pra, dhe filloj dhe filloj në TVSH me një cikël dokumentaresh të quajtur Afër dhe Larg. Bukur. Ku merresha me gjithë to xhirime të qyteteve shqiptare. Po. Nga jugu në veri. Domethënë ti nga të parat që vraponte. E një Shqipëri në plumb të dorës. Them se. Okej. E në këto s'ka nevojë për pasaportë aty prandaj. Po mirë, se nuk i ska dhënë saj apo. I ska dhënë gocave. E në të gjitha këto vitet që le të themi ke qenë aktive në gazetari, sa ka ndryshuar? Pra, si është të bësh një emision tani, si është të bësh Hipokratin tani, dhe si është të bëje emision dikur? Pra, është bërë puna më e thjeshtë? Është bërë puna më e vështirë? Nuk mund të them më e thjeshtë, sepse nëse do marrësh thjesht përgjegjësinë e madhe që t'jep hapësira publike, nuk do arrije kur të bëje sukses. Po. Do të thoja ndoshta respektimi i ca rregullave, ca rregulla që nuk ndryshojnë ose nuk duhet të ndryshojnë në një profesion, cili do qoftë ai, me ndryshimin e kohës. Gjërat mund të vinë në një mënyrë tjetër, mund të kenë risin brenda të kohës. Po. Dhe gjithçka që kërkon edhe publiku, po edhe koha. Ndoshta ndonjëherë do ishte mirë që gjithsecili nga ne të bënte diçka përtej kohës. Pra ti shkonte në avangardë. Ti para printe kohës. Ndërkohë, të punosh me rregulla dhe me përgjegjësi është një gjë që s'duhet të ndryshoj kur pavarësisht gjithave. Unë them se te Hipokrati vijoj të gjej mënyrën e rregullave të cilat duhet ta mbajnë në këmbë një program, duke filluar që nga qartësia e autorit deri tek punat e detyrat e gjithë secilit, dhe pastaj tek mënyra se si respektohet i ftuari dhe se si çohet në publik ajo për cilën ti je aty. Je në një hapësirë publike, ke një mikrofon, ke një kamera përpara, ku edhe sikur 10 njerëz të shikojnë, ti duhet të jesh jo vetëm e fokusuar, po duhet të jesh e ndërgjegjshme që atij njeriu, atyre njerëzve, atij publiku po i shërben. Okej. Mendon se njerëzve ju kanë mbaruar idet pra për të sjell risi të reja në televizion? Për të thënë vërtetën, të vërtetën, se për të gënjur, hajde lëshojmë ne po. Për të vërtetën. Për të thënë vërtetën, është koha që më shumë ide duhet të gjeneroj sot media. Kur them media, kanë fjalën për televizionin, radion, median e shkruar, sepse vetëm idet janë ato që e çojnë përpara dhe të mbajnë ty në një nivel me kohën. Në momentin që publiku sot është një publik i lexuar. Po. Një publik i cili po ta vesh re në mënyrën se si shkruan, flas për ata që janë në interaksion me ty, jo për ata që fyen, ata nuk do të bësh ata do fyen, e kanë dalë turin. Po, për atë punë janë aty. Por duke pasur një interaktivitet me ata që të ndjekin, duke të shkruar në përjetë, duke të shkruar, duke edhe mesazhe në privat, ti kupton që ata janë të kualifikuar dhe ti nuk duhet në asnjë çast, po në asnjë çast të vetëm ti quash më poshtë se sa puna jote, më poshtë se sa ajo që ti përfaqëson, jo, ka raste që ata janë më lart se ty. Okej, pra duhet ta pranojmë që ka njerëz që e bëjnë gjën më mirë se sa ne. Absolutisht, dhe duhet të pranojmë që nëse idet kanë shteruar, nëse ide nuk ka më, por ti hap dhe shikon dhe kopjon dhe plagjaturat janë pjesë e neveritshme e një minutazhi mediatik, kjo të bën edhe publikun e largon nga ty, mund të shikojë një herë për kuriozitet, po jam e sigurt që një gjë e re është 100 herë më e mirë dhe më e bukur se sa një gjë e kopjuar. Mira, ke ndonjë emision që mbase nuk të është dhënë rasti për ta bërë? Pra ke një diçka ta kesh ëndër tënden që pret t'ia thuash babagjyshit, por që nuk je duke e realizuar akoma. Çuditërisht, për fatin tim të mirë, çdo ide që kam pasur në mendje dhe për cilën kam punuar për vite me radhë, më është realizuar në një moment apo në një tjetër në ekran. Dhe në momentin që unë jam duke bërë një program, e kam zakon gjithmonë që t'ulem të mendoj për diçka tjetër. Okej.
frymëzohem dhe mua më frymëzon publiku, mua më frymëzojnë ato që ju ndodhin shqiptarëve, ato që duan shqiptarët, ato që ndoshta i flasim po nuk është se i gjejmë në ekran. Për shembull, është bërë sot një mod e tepruar e podcastit, ku ndoshta ata që e bëjnë një pjesë e tyre, nuk dua t'i fyej kurse si, nuk e kanë iden kur bëhet, si bëhet, pse bëhet një podcast. Nuk mjafton vetëm një mikrofon parë. Dalim me mikrofon me kamera dhe zën hapësirën, le të themi, jo mediatike, se i dalin nëpër rrjetet e tyre sociale, po. Ore, në media ka vend për të gjithë, absolutisht. Po duke menduar që gjithmonë duhet i vim të kualifikuar publikut. Kjo më bën të mendoj diçka më shumë se sa një podcast. Pastaj, kam 2 programe që janë me përmasa të mëdha. Okej, hajde i dhe lekun. Njëri është muzikor. Bukur. Sponsorat, ku i kemi? Mbani vesh. Ndërsa tjetri është diçka që e kam menduar ta bëj me vajzat e mia. Do të jetë një gjë krejt ndryshe nga çdo gjë që shohim. Unë me të 4 vajzat e mia duke bërë një program. Kjo do ishte fantastike. Babi goca heroinat Çausholli. Do ta shikoj. Ja, emrat Juli janë me lek, lutem mos jep emrat. Halal e ka. Okej, mirë. Dhuratë për vitin e ri. Do ishte fantastike për të parë. Fjala jote në vesh të atyre që kanë në vesh të babagjyshit. Ose atyre që duan të sponsorizojnë. Patjetër. Mira, a ndikohesh nga klikimet? Jo, mua klikimet nuk më kanë ndikuar asnjëherë, me thënë drejtën. Nuk e vuaj këtë patologji, nëse do flisnim me gjuhën e Hipokratit. Për mua kanë shumë rëndësi ato mesazhet që vinë në rrjetet e mia në privat dhe mënyra se si njerëzit shkruajnë mua më motivon të jem gjithmonë e njëjta përpara tyre. Ata duan këtë erë mirë që kanë parë gjithmonë. Këtë erë mirë që është edhe në jetën e përditshme kjo. Edhe me fëmijët kështu, edhe me bashkëshortin, edhe me kolegët, edhe me miqtë, edhe me të gjithë. Dhe ju premtoj që do vazhdoj të jem kjo. Okej, interesant. Edhe nëse bëj programe të tjera do jem përsëri kjo. Po. Por me risin që kërkojnë të gjitha brezat të cilëve fëmijët e mi u përkasin. Derisa dielli të shoh, ti do vazhdosh të bësh emision apo jo Yli? Po sa erdhën legët, po erdhën sponsorë, po jo për mirë. Ikim.